Kupa në thesin e Benjaminit, Zanafilla 44, vargjet kyçet kapitullit. Vëre kupën time, kupën prej argjandi në grykën e thesit më të riut, dhe kupa u gjet në thesin e Benjaminit, vargu 2 dhe vargu 12. Juda tha, çfarë të themi zotërisë tim, si të flasim, si të justifikohemi, Perëndia ka zbuluar pallësinë e shërbëtorëve të tu. Vargu 16. Tani pra, të lutem, lëre shërbëtorin tënd të mbetet skllav i zotërisë tim në vend të fëmijës, dhe fëmia le të kthehet me vëllezërit e tij. Vargu 33. Kjo është prova e fundit dhe më e ashpra. Jozefi krijon një situatë saktësisht si ajo e 20 viteve më parë. Një djalë i preferuar i Rakelës në rrezik, dhe 10 vëllezër që mund ta lënë dhe të ikin të lirë. Do ta shesin sërish? Dhe përgjigja vjen nga goja e Judës, në fjalimin më të gjatë dhe më të bukur të gjithë Zanafillës. Konteksti historik dhe kulturor. Kupa argjend nuk ishte thjesht një enë e shtrenjtë. Kujdestari thot se zotëria e tij e përdor për të parashikuar, vargu 5. Në Egjipt praktikohej hedhja e fallit me ujë ose verë në kupë. A e bënte vërtet Jozefi këtë? Shumë studiues mendojnë se jo. A i vetë kishte thënë qartë se interpretimet i përkasin Perëndisë, 48. Më shumë duket se po luante rolin e një zyrtari egjiptian për t'i mbajtur vëllezërit në padije. Dhe fjala e tij, a nuk e dini se një njeri si unë mund të zbuloj gjithçka? Vargu 15. Kishte edhe një kuptim të fshehtë. Po, unë di gjithçka për ju dhe se keni marrë vesh ende. Dhe vjedhja e një sendi mbretëror ishte krim shumë i rëndë. Dënohej me vdekje ose sllavëri të përjetshme. Prandaj oferta e Jozefit, vetëm ai që ka kupën do të mbetet skllav, ju shkoni në paqe, vargu 17, ishte jashtëzakonisht e butë për kohën. Dhe pikërisht kjo e bënte provën të vërtetë. Ata kishin një rrugdalje të lehtë dhe të ligjshme. Mjaftonte të ktheheshin dhe t'i thonin babait, e humbëm edhe këtë. Vargjet 1 deri në 13. Kurthi dhe rrobat e grisura. Jozefi urdhëroi të mbushnin thaset, të vinin sërish parat brenda dhe kupën e vet në thesin e Benjaminit. Pastaj la të nisen dhe menjëherë dërgoi kujdestarin pas tyre. Vëllezërit ishin aq të sigurt për pafajësinë e tyre sa than, ai që do ta ketë kupën, le të vdes. Ne të tjerë do të bëhemi sklever. Fjalë të mëdha nga njerëz me ndërgjegje të pastër për këtë çështje. Dhe filloi kërkimi, nga më i madhi tek më i vogli. Vargu 12. Përfytyroni tensionin që rritej me çdo thes që hapej dhe dilte bosh, derisa radha e fundit dhe kupa doli aty. Dhe pastaj vjen fjalia që tregon se diçka kishte ndryshuar. Atëherë ata i grisën rrobat e tyre. Vargu 13. Të gjithë, jo vetëm Benjamini. 20 vjet më parë ata ishin ata që e grisën rrobën e Jozefit dhe e zhytën në gjak për të gënjur babain. Tani i grisin rrobat e tyre për dhimbjen e vëllait dhe të gjithë u kthyen bashk në qytet. Askush nuk iku. Ata mund të kishin vazhduar rrugën, por zgjodhen që të ktheheshin të gjithë. Vargjet 14 deri në 17. Perëndia ka zbuluar pallësinë tonë. Ran për tokë para Jozefit. Dhe Juda foli. Por dëgjoni çfarë tha. Çfarë të themi? Si të justifikohemi? Perëndia ka zbuluar pallësinë e shërbëtorëve të tu. Vargu 16. Dhe ndalemi pak këtu. Për kupën ata ishin të pafajshëm, nuk e kishin vjedhur. Por Juda nuk tha, ne s'kemi bërë asgjë. Tha, Perëndia ka zbuluar pallësinë tonë. Ai nuk po fliste për kupën, po fliste për Jozefin. 20 vjet faji i fshehur doli në një fjali. Dhe vini re, nuk tha pa udhësinë time, tha tonën. Ata tashmë e mbanin fajin së bashku si familje. Dhe pastaj Juda ofroi, do të jemi sklever të gjithë, edhe ai që e ka kupën. Vargu 16. Por Jozefi e mbylli derën, larg qoftë. Vetëm ai që e ka kupën. Ju shkoni në paqe te babai juaj. Vargu 17. Ky është çasti i provës. Dera ishte hapur, lirimi ishte i ligjshëm, dhe babai kurrë nuk do ta merrte vesh se çfarë kishte ndodhur në të vërtetë. Vargjet 18 deri në 29. Fjalimi që ndryshon gjithçka.
Pastaj Juda u afrua dhe filloi të fliste. Ky fjalim është më i gjatë në të gjithë zanafillën, 17 vargje, dhe nuk përmban asnjë argument ligjor, asnjë justifikim, asnjë përpjekje për të fajsuar dikë tjetër. Është thjesht historia një babai plak dhe një djali. Juda tregoi gjithçka, si I kishte pyetur zotëria, si është babai plak, si kishte pasur një djalë tjetër, që u qa në copa dhe nuk u pa më. Vargu 28. Fjalët e tij vetë kur gënjeu babain, dhe si babai e donte këtë të fundit me gjithë shpirt, dhe përsëriti fjalët e Jakobit: nëse I ndodh ndonjë fatkeqësi, do të zbrisni thinjat e mia në varr nga dhimbja. Vargu 29. Vini re çfarë po bën Juda, po e ve dhimbjen e babait në qendër. Njeriu që dikur se mendoi fare babain kur shiti Jozefin, që e pa atë të vuante 20 vjet pa thënë asnjë fjalë. Tani flet vetëm për të, dhe ka diçka edhe më prekse. Ai po flet për të preferuarin e babait ndaj djalit të Rakelës, pas një hidhërim, e pranon si fakt dhe e mbron. Zilia kishte vdekur. Vargje 30 deri në 34. Le të mbetem unë në vend të fëmijës. Dhe pastaj vjen kulmi. Juda tha: unë u baragarant për këtë djalë, nëse kthehem pa të, babai do të vdes nga dhimbja. Prandaj, të lutem, lëre shërbëtorin tënd të mbetet skllav në vend të fëmijës, dhe fëmia le të kthehet me vëllezërit e tij. Vargu 33. Ky është çasti më I madh I transformimit në të gjithë zanafillën. Krahasoni dy fjalitë e të njëjtit njeri, 20 vjet më parë. Çdo big kemi po ta vrasin vëllan ton. Eja ta shesim. Kapitulli 37, vargjet 26-27. Tani, lere shërbëtorin tënd të mbetet skllav në vend të fëmijës. Kapitulli 44, vargu 33. Njeriu që shiti një vëlla për të fituar, tani shet veten për të shpëtuar një tjetër. Arsyeja e fundit që jep është prekse. Si mund të kthehem tek babai im pa fëmijë? Nuk do të mund të shoh dhimbjen që do ta pushtonte. Vargu 34. Ai se duron dot dhimbjen e babait, pikërisht atë dhimbje që shkaktoi vetë 20 vjet më parë. Vini re edhe këtë. Juda po fliste me fjalët e veta të vjetra kur tregoi si e kishte humbur babai djalin e parë, tha se ai u qa në copa. Vargu 28. Pikërisht ajo që kishte thënë Jakobi kur pa rrobën me gjak, 37-33. Juda po përsëriste gënjeshtrën e vet që e kishte dëgjuar nga goja e babait 20 vjet me radhë. Dhe ndoshta pikërisht kjo e thyente më shumë, të dëgjosh dhimbjen që ke shkaktuar, të përsëritur nga goja e atij që e do. Ka faje që na ndjekin jo me dënim, por me fjalë që I dëgjojmë çdo ditë. Dhe kjo është përgjigja që kërkonte Jozefi. Prova mbaroi. Vëllezërit e tij nuk ishin më ata burra që hëngrën bukë derisa ai lutej nga pusi. Perëndia I kishte ndryshuar. Kapitulli mbyllet me Judën ende në gjunjë, duke pritur, dhe kapitulli tjetër do të hapet me Jozefin që nuk përmbahet më. Fjalët kyçe të kapitullit. Ngritën rrobat. Vargu 13. Shpreha origjinale Karah Simlah, shenja më e fortë e dhimbjes në botën e lashtë. Këtë bëri Jakobi kur pa rrobën e Jozefit, 37-34. Dhe Rubeni tek pusi bosh, 37-29. Tani e bëjnë të 10. Njerëzit që dikur shkaktuan dhimbjen tani e ndajnë atë. Perëndia ka zbuluar. Vargu 16. Folja origjinale Matsa, të gjesh, të zbulosh. Juda nuk tha na zbuloi kujdestari, ose na zuri fati keq. Tha Perëndia. Ai e lexon ngjarjen si dorë të Perëndisë mbi një faj të vjetër. Numra 32-23 do ta thot: dijeni se mëkati juaj do t'ju gjej. Garant, vargu 32. Sërish fjala Arav e kapitullit 43. Të vesh veten peng. Juda nuk e harroi premtimin që I dha babait, kur erdhi çasti I pagesës së pagoi. Fjala e mbajtur në ditën e vështirë tregon njeriu. Në vend të. Vargu 33. Fjala origjinale tahat, në vend të si zvendësim. Kjo është fjala e flijimit, zëvendësues në të gjithë djatën e vjetër. Dashi, në vend të Isakut, 22-13. Qëngji në vend të mëkatarit.
dhe Juda e përdor për veten. Nga fisi i tij do të vinte zëvendësuesi i vërtet. Lidhja me Krishtin dhe dhjatën e re. Fjalët kyçe këtij kapitulli, në vend të, është zemra e ungjillit. Juda ofroi të mbetej skllav që Benjamini të shkonte i lirë. Dhe nga fisi i Judës erdhi ai që e bëri këtë për të gjithë ne, sepse edhe Krishti ka vuajtur një herë për mëkatet, i drejti për të padrejtët, për të na çuar tek Perëndia. E para Pjetrit 3:18. Juda tha, le të mbetem unë skllav dhe fëmia le të shkojë i lirë. Krishti tha të njëjtën gjë me veprën e vet. Unë mbetem në vend të tyre, që ata të shkojnë të lirë. Dhe kujtoni skenën para Pilatit. Barabai u lirua dhe Jezus i mori vendin e tij. Marku 15:15. Fjala Tahat e Zanafillës 44 u bë mish në Golgota. Dhe ka edhe një gjë të mrekullueshme në rendin e Perëndisë. Kush do të ishte fisi mbretëror i Izraelit? Jo Jozefi, heroi i pastër i drejtë i shpëtimtari i Egjiptit, por Juda, ai që shiti vëllan, ai që rrëshqiti në kapitullin 38, ai që u ndryshua me durimin e Perëndisë, dhe Jakobi do ta bekoj pikërisht atë. Skeptri nuk do t'i hiqet Judës, 49:10, sepse ai mësoi diçka që nuk e mëson dot njeriu i përsosur, çfarë do të thotë të falësh dhe pastaj të japësh veten për tjetrin. Dhe një hollësi që nuk duhet të humbur. Juda po lutej para vëllait të vet për jetën e një tjetri, pa e ditur se ai ishte vëllai. Sa herë ne lutemi para Krishtit pa e kuptuar plotësisht se ai është vëllai ynë. Nuk turpërohet t'i quaj vëllezër. Hebrejve 2:11 dhe ndryshe nga Jozefi, ai nuk na mban në padije, ai e ka zbuluar veten në kryq. Dhe së fundi, mendojeni skenën e plot. Juda në gjunjë para sundimtarit, duke u lutur për një djalë të vogël, gati të jap lirinë e vet. Askush nuk fliste. Dhe atje i heshtur mbi fronin e tij që ndronte vëllai, që ata e kishin shitur, duke parë me lot në sy njeriu që kishte propozuar shitjen, tani duke ofruar veten. Perëndia e mbaroi punën e vet në atë zemër. Dhe pikërisht atëherë kur prova mbaroi, mund të vinte zbulimi. Unë jam Jozefi. Aplikimi për ne sot. Kur duam të dim nëse një trar është i fortë, nuk e shohim vetëm nga jashtë, i vëm peshë. Provat nuk e krijojnë forcën, e zbulojnë ata. Jozefi i vuri vëllezërve peshën e saktë që i kishte thyer 20 vjet më parë, dhe këtë herë ata e mbajtën. Dhe nga ky mësim ne mësojmë. Të pari ndryshimi vërtet provohet në të njëjtën situatë. Vëllezërit u vunë përpara pikërisht asaj që kishte dështuar një herë. Një djalë i favorizuar i Rakelës në rrezik dhe një dalje e lehtë. Këtë herë ata qëndruan. Nëse thua se ke ndryshuar, prova nuk janë fjalët, është si sillesh kur kthehet e njëjta situatë. Së dyti, mos ik kur mund të ikësh. A mund të kishin vazhduar rrugën për në Kanaan? Askush nuk do t'i ndalonte, por u kthyen bashkë. Ka çaste ku mund të largohesh nga një problem pa pasoja për ty, një konflikt familjar, një përgjësi, një person në vështirësi. Ai që kthehet kur mund të ikte tregon kush është. Së treti, fajet e vjetra dalin kur më pak i pret. Perëndia ka zbuluar paudhësinë tonë. Për një kup që se kishin vjedhur, faji i vjetër gjeti derën e parë për të dalë. Nëse ke diçka të pashlyer, mos prit që të dalë vetë në një çast të papërshtatshëm. Sille ti para Perëndisë sot. Së katërti, mbaje fjalën edhe kur të kushton. Juda i kishte thënë babait, unë përgjigjem. Kur erdhi çasti e pagoi. Sa premtime bëjmë me lehtësi dhe i harrojmë kur bëhen të vështira. Do të vi, do të ndihmoj, mos u shqetëso. Fjala jote vlen sa dita kur të kushton ta mbash. Së pesti, mendo për ata që preken nga vendimi yt. Gjithë fjalimi i Judës ishte për baban. Nuk do të mund të shoh dhimbjen e tij. Para se të bësh diçka pyet, kush do të vuaj prej saj? Njeriu i pjekur nuk mat vetëm fitimin e vet, por dhimbjen që u shkakton të tjerëve. Së gjashti, dashuria e vërtet thot në vend të. Ky është matësi më i lartë. A je gati të paguash ti që tjetri të shkojë i lirë? Në familje, në kishë, në miqësi. Dashuria matet me atë që je gati të marrësh mbi vete.
Dhe kjo është pikërisht ajo që bëri Krishti për ne. Përmësojmë nga ky kapitull. Zanafilla 44 na tregoi një kurth të kujdesshëm që ishte në fakt provë. 10 burra që grisën rrobat e tyre për vëllan e vogël dhe u kthyen kur mund të kishin ikur. Një faj të vjetër që doli nga një çështje krejt tjetër. Perëndia ka zbuluar paudhësinë tonë dhe fjalimin më të gjatë e më të bukur të Zanafillës, që përfundon me 4 fjalë. Le të mbetem unë në vend të fëmijës. Njeriu që shiti një vëlla tani shiti veten për një tjetër. Kështu duket pendimi i përfunduar. Mbaj mend këtë varg. Lëre shërbëtorin tënd të mbetet sklav në vend të fëmijës. Zanafilla 44:33. Nga fisi i këtij njeriu erdhi ai që tha të njëjtën gjë për ne dhe e bëri. Paqja dhe hiri i Perëndis qoftë mbi ju. Zoti ju bekoft.